të FSHVTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku si çdo të mërkur diskutojmë për trijat më të fundit nga futbolli në vend, edhe më gjerë sidomos kombëtarin. Jemi futur zyrtarisht në etet e kombëtares, sepse jo më larg se të shtunën, trajneri Silvino do të publikojë dhe listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjen ndaj Polonisë për fazën play-off të botrorit 2026, kështu që emocionet besoj na kanë përshkruar të gjithëve dhe do kemi hapësirë për diskutuar si për kombëtarin, po ashtu edhe për atë çfarë ka prodhuar java 28 e A-Business Superiore. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Abdyl Kuriu, këshilltar i zyrës së presidentit, koordinator i zyrës së presidentit për çështje sportive. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Flori Thomaj, gazetar sportiv i Andale Sport. Përshëndetje Flori, hera jote e parë në Përshëndetje, uret ke marrë me këmbën e mbarë se panelën e ndeshjes. Dhe me panelën e ndeshjes. Hera e parë për ty në FSHVTV, si të duket kjo nismë e federatës? Do përdor edhe shprehjen që është kënaqësi e përjetshme të jem këtu, po me që kam herën e parë nuk po e përdor akoma, pra po e le për pak më vonë. Faleminderit për ftesën. Si të duket fakti që jeni në një televizion e cila sigurisht në një institucion që unë kam në fakt drejtën i kam ndjekur prodhimet e reja nga Federata Shqiptare, jo vetëm këtë podcast, por kam ndjekur dhe po them ato intervistat me legjenda dhe po gjërat me veçanta. Mendoj që janë gjëra që i duan futbollit shqiptar dhe më vjen mirë që janë futur këto risitë edhe te Federata. Patjetër. Flori Ariza si për herë me ne. Përshëndetje Flori. Përshëndetje. Këtë javë Diego Xhai angazhuar kanë përshtypjen sepse janë dhe turnet e moshave dhe evente të ndryshme që kanë për të ndodhur në federatë. Po shumë evente kemi, shumë angazhime kemi, por gjithsesi kryesori mbetet ndeshja e parë, pra raundit të parë play-off të Kupës Botës Poloni-Shqipëri. Shohim dhe shpresojmë që të kemi edhe rezultate të mirë. Ndërkohë, fokusohemi fillimisht te kombëtarja. Trajneri Silvino do të publikojë listën e lojtarëve të grumbulluar ditën e shtunë, në orën 10 do të publikohet lista e lojtarëve të grumbulluar, ndërkohë në orën 11 trajneri Silvino do të dalë përpara mediave për të përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në lidhje me lojtarët edhe gjendjen e ekipit edhe se si do të paraqitemi përballë Polonisë. Ndërkohë, programi i kombëtares është bërë edhe i njohur në fakt edhe për media, grumbullimi do të nisë zyrtarisht në datën 23, pra ditën e hënë, ku të gjithë lojtarët do të jenë të grumbulluar në hotelin e kombëtares, po ashtu do të jetë dhe një konferencë e parë për shtyp e dy lojtarëve të kombëtares pikërisht ditën e hënë. Nga ana tjetër, kombëtarja do të udhëtojë drejt Polonisë ditën e mërkurë, ku më pas do të zhvillojë edhe konferencë zyrtare për shtyp të trajnerit Silvino së bashku me një lojtar, po ashtu edhe stërvitjen zyrtare në stadiumin ku do të luhet ndeshja. Në datën 26 mars do të luhet ndeshja ndaj Polonisë dhe më pas në varësi sigurisht të rezultatit dhe të ndeshjes tjetër do të përshkallëzohet, po themi, me një udhëtim qoftë drejt Stockholmit apo qoftë drejt Valencias, qoftë do të ndeshemi ndaj Ukrainës. Janë rikthyer emocionet e kombëtares, na kishin munguar prej shumë muajsh, në fakt ka qenë një distancë goxha e madhe. Si po e përjeton këtë momente ti si Flori vetë si tifoz, por edhe si është përjetuar nga tifozët e tjerë? U bën gati, po them, 5 vite që ndjek kombëtaren edhe brenda dhe jashtë stadiumit. Pra edhe kur luajmë në shtete tjera kam shkuar të thoj vetë si tifoz për ta parë pa ndjekur. Dhe për mua këto janë emocionet më të bukura. Pra unë gjithë vitin pres kur luan kombëtarja. Dhe gjithmonë është kjo ideja që kombëtarja luan pak gjatë vitit. Ndryshe nga klubet, kombëtarja luan më pak. Edhe ndeshja e fundit mos gaboj ka qenë diku nga tetori apo nëntori për eliminatorë. Duke sikur kanë kaluar 2 vite që nga ndeshja, pse kombëtarja gjithmonë mezi e pret luaj. Edhe për Polonia jam përgatitur, me thënë drejtën, pra mezi kam pritur këtë ndeshje. Do ta shohësh ndeshjen në Poloni apo këtu në Shqipëri? Unë kam prerë biletat që dhjetor, pra aq i lumtur kam qenë për këtë takim. Kam përgatitur ca ide për banderola, siç kanë bërë ato idet e mia. Uroj që të jetë fitore për kombëtaren ton, po vetë fakti që ne shkojmë deri në play-offin e botrorit për herë të parë, mendoj që është një arritje historike. Tani thonë që uria vjen duke ngrënë, po ne urojmë që pse jo shkojmë botrorit për herë të parë. Urojmë fakt që të ndodh. Zoti Kuriu, vetëm një javë na ndan nga ndeshja, shumë e rëndësishme, ndoshta më e rëndësishme a historisë të futbollit shqiptar, si e shikon gjendjen e skuadrës, përgatitjet që po bëhen për këtë ndeshje të rëndësishme? Tani edhe Flori artikuloi shumë bukur që kjo është ndeshje historike për ne, dhe më thonë që ekipi kombëtar shqiptar përpos 2 përfaqësime dinjitoze në kampionatin evropian të Francës dhe të Gjermanisë, sot drejtohet me sytë për te oqeanit si ekipi kombëtar, por edhe opinioni publik shqiptar, tifozët shqiptar, ku ka shqiptar në gjithë botën. Emocioni jashtëzakonshëm. Dhe pritshmëria jonë është që ne bëjmë rezultat pozitiv. Por gjithsesi, sido që të jetë, futbolli nuk është shkencë eksakte, ne duhet besojmë, sepse askush se besoj që ne fitojmë në Serbi, por ajo ndodhe, kështu që shpresojmë që të ndodhe në Varshavë, dhe do të jemi gjithë të lumturuar, me thonë drejtën, sepse është një okazion jashtëzakonshëm për ne gjithë si shqiptarë.
Riza, kombëtarja shqiptare, siç e tha edhe zoti Kuriu, përjetoi emocionet e Europianit 2016, së fundmi edhe 2024, në kaq pak kohë kemi arritur evente shumë të rëndësishme. Domethënë vetëm 2 vite praktikisht kemi arritur një Europian dhe jemi pothuajse në prag të botrorit. Tani ndryshon plotësisht niveli, tash kompeticioni më i rëndësishëm i futbollit në kontinent është Kupa e Botës. Nëse kjo gjë na ka munguar në botën, jo vetëm kontinentin evropian. Jo, për të gjithë, por për ne kryesisht se ne jemi edhe ata flamur mbajtësit e futbollit në botë, evropianët. Nuk do bien dakord besoj tifozët e Brazilit ose Argjentinës. Po flas për FIFA është më shumë kombëtare jashtë Evropës. Po nuk ka rëndësi, se ne pra pjesëmarrja e Evropës në një kampionat botror është me 13 ekipe në rastin kur kampionati botror organizohet një nga shtetet evropiane. Në rastin tjetër me 12. Këtë radhë, pra, do të jetë kampionati botror Amerikë 2026, do të shtohet numri dhe me 4 ekipe tjera. Pra është era e parë që të marrë pjesë me 16. Për përgjithësi ne jemi pjesa kryesore, thelbësore e evropianët, ekipet evropiane, shtetet evropiane, ata që përbëjnë pjesëmarrjen e Kupës Botës. Dhe në këtë aspekt mendoj që ne jemi pranë një eventi që ka qenë një ëndër e shumë brezave, qoftë breza trajnerësh, qoftë breza lojtarësh, qoftë breza tifozësh. Pra shumë njerëz kanë ndruar që një ditë Shqipëria do mund të rreshtohet, ose do mund të marrë pjesë, ose do mund të këndohet himni shqiptar në një stadium të Kupës Botës, dhe jemi më afër se kur. Që në këtë aspekt, unë mendoj që sakrifica e lojtarëve të ekipit kombëtar do të jetë shumë herë më e madhe sa një sakrificë normale për të kualifikuar një ndeshje futbolli, sepse ka gjithë këtë background historie nga pas, këtë dëshirë të mbetur akoma tentativ të shqiptarëve, qoftë pra si e thash, të lojtarëve, të trajnerëve apo të tifozëve. Po. Flori, ndërkohë, siç e thashë më parë, trajneri Silvino do të publikojë listën ditën e shtunë. Çfarë emra shpret, si është gjendja e lojtarëve aktualisht, sepse ti ke ndjekur besoj edhe në klubet e tyre respektive. Duke qenë se edhe vetë bëjmë podcast, duhet merrem gati çdo javë me këtë temë, që më tepër tani që kombëtarët luan në prag të botrorit. Mendoj që do jetë një dhimbje e madhe koke mungesa e Rejmanit. Unë kam parë që ka qenë nuk po themi preferuar, se të thuash preferuar duke sigurisht mban me hatër, por ka qenë ai lojtari që trajneri preferonte titular para të tjerëve. Dhe mendoj se ai kryente më shumë detyra, pra nxirrte ekipin përpara dhe shërbente shumë për lojën tonë. Pra mungesa e Manit më duket pak sikur na mungon ajo pesha e golit përpara. Me idenë që unë mendoja që po të ishte Mane, patjetër do ishte titular ti këndeshje, duke parë edhe performancën që ka bërë te takimet. Pres, me thënë të drejtën që ka lojtarë që nuk kanë luajtur shumë, pra nuk kanë qenë formën më të mirë me klubet, por unë kujtoj rastin e Arlinda Jetit apo të Dise Roshit, që kanë qenë gjithmonë lojtarë që kanë qenë edhe pa klub apo kanë qenë nivelet kategorinë e dytë, Rumania mbaj mend një herë që ka ardha Jeti dhe ka bërë ndeshje fantastike, pra me kombëtarën ka një tjetër hovë. Aq më tepër kur ti ke një takim me histori, kur ti luan për herë të parë për shkuar botror, motivimi besoj që kalon jo 100% po edhe më tepër. Prandaj uroj që kushdo të grumbullohet, për mua rëndësi ka që të jenë atë maksimumin e vet, provojmë shanset tona dhe pse do të arrijmë botror. Zoti Kuriu, juve si ju duket gjendja e lojtarëve shqiptarë? Kemi diskutuar dhe her pas here këtu në fakt në program. Një pjesë prej tyre kanë marrë minuta, një pjesë prej tyre kanë shënuar. Praktikisht Rejman në fakt e nisi shumë mirë me Sivasporin me rikthimin e tij në Ligën Turke, por që ndërkohë si e shikon gjendjen e grupit? Unë gjykoj që një ndeshje, sido që të gjendë grupit, lojtarët motivon jo 100%, por 150%. Do më qisim për te asaj mundësive reale të vetës. Edhe Flori e tha shumë bukur. Në përvojën e skuadrës tonë kemi pas lojtarë që kanë qenë në nivellet të ulta ose s'kan pas edhe skuadrë, kur në paraqit në kombëtarë luajnë në nivel të lartë. Ajo që mu nuk më vjen mirë ishte dëmtimi e Rejmanit, sepse po flas tash si specialist futbolli. Është një lojtar në nivel të lartë. Ai e man skuadrën lartë, është një lojtar që nuk ja merr dot kollaj topin, domethënë jep mundësi dhe skuadrës që dali para, të oksigjenoj lojën tonë sulmuese. Domethënë ajo është një mungesë që më për të keq. Ndërkohë, Riza, ti si e ke parë gjendjen e skuadrës, sepse kemi diskutuar javë pas jave dhe a pret të ketë ndonjë surprizë? Duke analizuar dhe karakterin e Silvinjos pak, se kemi folur her pas here me në varësi të asaj që ai pretendon. Pra kualifikimin në ndeshjen ndaj Polonisë në Varshavë. Pra si e mendon ai, si do shkojë ai tek kualifikimi, nuk bëhet fjalë për fitimin e ndeshjes. Po bëhet fjalë për, kualifikimi vjen edhe nga
fitimi i ndeshjes brenda 90 minutave, vjen edhe nga shtesa fitimi apo shënimi i golit në shtesë, do ta fitosh ndeshjen gjatë shtesës, pa 2 herë nga 15 minuta shtesë, që jepet në rast barazimit pa gola ose në rast barazimit të komplet ndeshjes, apo dhe me fitimin e ndeshjes nga pika e penaltive. Pra, si e programon trajneri, këtë duhet ta di. Në logjikën time, unë mendoj që është shumë e vështirë që të ketë objektiv të qartë fitimin e ndeshjes brenda 90 minutave. Pra do duhet që të kalojë pjesë shumë të madhe të kohës duke e përgatitur ekipin që të jetë rezistent. Pra mos të sepse mund të jesh agresiv në fillim të ndeshjes dhe pastaj të kesh shpenzime shumë të mëdha energjish dhe pastaj në fundin e ndeshjes të kesh të pësosh gola për shkak të këtij konsumi. Kështu që unë mendoj që sa më rezistent jemi në një fushë, sa më mirë ta përgatisi trajneri ekipin për këtë strategji kualifikimi, aq më të fituar do të jemi. Pra nuk ka rëndësi nëse dhashënojmë atë golin apo dhashënojmë nga penaltit, e rëndësishme është të kualifikohemi. Dhe ke parasysh që edhe një gjysmë goli do na bënte punë. Po pikërisht, dhe ke parasysh që brenda 5 ditësh janë shumë të mjaftueshme për një rikuperim të plot, mund të luash edhe raundin e dytë play-off, e cila pastaj do na bënte që të ndronim vërtet se kjo është para ëndra. Ky raundi para play-off. Ndërkohë në fakt ndeshja e parë është pak shpejtë, domethënë nuk është se ka shumë kohë ekipi që të përgatitet le të themi të zhvillojë shumë stërvitje, duke marrë parasysh që pjesa më e madhe e lojtarëve do të jenë këtu ditën e hënë. Atë, për shkak të këtij eventi siç e kemi përmendur që është super special. Pra është rasti i parë dhe të gjithë, është rasti i parë për neve, është rasti i parë për lojtarët, është rasti i parë për trajnerin, është rasti i parë për presidentin, për drejtuesin e federatës. Pra kjo e bën ndeshjen shumë më motivuese. Pra lojtarët pavarësisht se s'kanë qenë bashkë nga tetor në Ndori, po kanë qenë aq shumë kontakt për shkak të kësaj ndeshjes, është raundi i parë play-off, dhe janë aq shumë të informuar mbi çdo gjë ndodh, qoftë midis tyre, qoftë për kundërshtarin, qoftë me trajnerin, pra janë shpjeguar, janë mbajtur në kontakte të vazhdueshme që mos ketë pasur asnjë lloj shkëputje. Dhe vetë njerëzit, vetë tifozët, vetë gazetarët, të gjithë ata që janë të interesuar për komunitetin e futbollit e mban në vëmendje ndeshjen. Pra është vetë ndeshja, interesi shumë i lartë për këtë ndeshje, e cila e bën edhe lojtarin pastaj të jetë i fokusuar plotësisht vetëm për ndeshjen. Ndoshta mund të çedojë te klubi i tij, për shkak se është shumë i impenjuar dhe i informuar dhe i motivuar për këtë ndeshje. Kjo është e sigurt. Në fakt motivacioni është shumë i lartë të gjithë lojtarët edhe tek stafi teknik. Ndërkohë, vetëm lëm më një anë kombëtare, se do kemi hapësirë për diskutuar edhe javën tjetër. Ndërkohë fokusohemi te një detaj që po prapë është i lidhur me kombëtaren, sepse është fanella e re e cila është lançuar së fundmi, fanella e re e kombëtares me 3 ngjyra, ngjyrën e bardhë, ngjyrën e zezë, ngjyrën klasike të kuqe. Flori ti ke publikuar një reel shumë të bukur në fakt, ku ke shpjeguar edhe detaje në lidhje me fanellën, trego pak se si të Shiko, unë gjithmonë kam qenë ai fanatik i detajeve të futbollit, pra kam preferuar shikoj stadiumet më nga afër apo fanellat, pra këto detajet e vogla, pra baskenat po them. Edhe fanellat gjithmonë i kam ndjekur kur kanë dalë, kombëtaren patjetër. Më pëlqen që ka një element veçantë, paktën kjo që kanë veshur dhe ndeshje do luajmë në Poloni me këtë fanellë. Ka këtë elementin e lule zëndakut, që kur e pas ishte te përkrenarja e Skënderbeut. Pra një element edhe patriotik, edhe fanella duket e bukur, pra kam edhe shumë realisht kur e ka parë videon shumë nga miqtë e mi, kanë thënë ta marrim këtë fanellë se na pëlqen edhe për dishmëri. Pra jo vetëm për një fanellë futbolli, por edhe për ta patur pjesë të koleksionit të veshjeve të zakonshme. Është një fanellë e bukur, zakonisht zezëve që në fat për ne. Mbaj mend ndeshjen në Danimark, ndeshjen në Armeni, uroj edhe në Poloni të njëjti fat, me fanellën e zezë kualifikohemi. Tani zezë zakonisht nuk thonë që është ngjyrë fati, për kombëtarën shqiptare ka qenë. Urojmë na vazhdoj ky fat pra. Ndërkohë fakti the përpara emisionit që të pëlqente më shumë e bardha. Më pëlqente e bardha më tepër, por fatin e ka kjo. Dhe unë këtë herë dua fatin dhe jo pëlqimet e mia, pra uroj të jetë fati këtë herë. Dhe mua më pëlqen fakti që ju individualisht e keni bler fanellën, e cila përcakton edhe ndeshjen. Pra kjo fanellë për herë të parë do vishet nga lojtarët e ekipit kombëtar të Shqipërisë në një eveniment që ndodh për herë të parë, për në raundin e parë play-off të Kupës së Botës për Amerikë 2026. Kështu që ke bler fanellën e kombëtares. Unë s'kam nevojë ta blej sepse unë e marr direkt në magazin. E ke marr? Po patjetër që e kam marr, do ta marr. Nuk e ke veshur sot? E para herë dy florë mund të kishin të dy. Unë bluzën do ta vesh në ditën që do luhet ndeshja. Pavarësisht se ku do jem. Nuk ka rëndësi fare. Do dalim se ku do jesh ditën e ndeshjes. Dhe nuk ka rëndësi fare për askënd, por të gjithë njerëzit duhet të identifikohen me bluzën, sepse kjo është hera e parë.
Ndoshta një ndeshje tjetër mund ta vesh këtë për herën e dytë, për herën e tretë, por kjo që është hera e parë, unë mendoj që të gjithë njerëzit nëse duan që të kenë ekskluzivitetin e kësaj ndeshje për shkak të kujtimit, pra ajo mbetet. Dhe në rast se kualifikohemi, do të jetë pastaj një kujtim i jashtëzakonshëm. Dhe imagjino pastaj tek raundi i dytë play-off. Imagjino botror, do ishte akoma më mirë. Në fakt kjo është fanela me të cilën ne shpresojmë duke pasur sukses në fazën play-off, do të luajmë edhe në botrorin 2026, kështu që zoti Kuriu, si të është dukur fanela e re, është fanel, le të themi së fundmi ka dalë sepse në fakt ne nuk kemi bërë akoma një vit nga fanela e kaluar, që mban disa detaje në fakt nga kjo fanela aktuale, ngjyra e bardhë dhe ngjyra e kuqe, ka ruajtur pothuajse atë projeksionin e dizajnit që kishte fanela e mëparshme me detaje si përkrenarja Skënderbeut, shqiponja, shumë elementë nga kultura, nga historia e lirë dhe nga kultura shqiptare, si të është dukur sjellja e një fanele komplet ndryshe tek ngjyra e zezë dhe vazhdimësia tek e bardha dhe e kuqe. Tani ju i përshkruat gjithçka që përban fanella, duke e veshur ekipi kombëtar, do të thotë që ajo i shkon edhe historisë, edhe atyne që ne na përfaqësojnë, edhe në ndeshje që do të na motivoj, pra, simbolet që mbana e fanel, do të shtojnë edhe më shumë motivimin e lojtarëve, sepse është nder i madh. Vesh një bluzë, përfaqësosh kombin një event të tillë me një fanel të re, bukur, që do më pëlqen shumë Flori, se që unë hera parë që e shoh, që ka shumë djalë simpatik edhe si komunikon, por edhe si shpreh. Është nga bashkëpunues më të mirë që kemi në fakt. Jo, unë hera parë që ashtu, por ajo që kam vritë për ti që je fjalën gjithmonë Florit, edhe unë jam dakord, duke qenë dakord me Florin, nuk kam çfarë të them më. Nuk ka problem, përsëritja është gjë shumë e mirë në të rast u flasim për gjëra shumë të mira. Mama dihet përsëritja. Po vini sa të Flora dhe kam të vështirë akoma. Tani Riza, që të përsërisim prap një gjë tjetër të rëndësishme që do të ndodhi në datën 26 mars. Ku do e shohësh ndeshjen Poloni-Shqipëri? Tani unë mund të jem duke. Hera e tretë që unë të bëj të pyetje, kështu që vazhdo pyet, po unë dëgjoj edhe një. Unë mund ta përgatis. Mund të jem një nga ata që të organizoj fan zonën në FSHF TV. Jo në FSHF TV. Në FSHF, në shtëpinë e futbollit, por unë vetë pas asaj do më duhet të largohem në delegatin e mini turneut të unë mbet. Përsëri nuk binde që ta shohësh në fanzonën e vetme në Tiranë. Por kjo është deri në momentin kur delegati do të jetë prezant këtu dhe pastaj do t'i kërkoj atij që për delegatin e vet të shihen ndeshjen këtu. Po kjo mbetet në dorën e atij, pra. Nuk ka lidhje me festin që do të bëjë. Po është rumund se po ishte, domethënë do vi një rumund të shikoj në fanzonë atë. Kemi mundur në Europiadën, nuk na kanë me qef fort. Ashtu ti e di që 2016 kam qenë koment unë. Dhe ai goli i parë, shikoj, dhe ai shquhet pastaj. Por cili është goli i parë që kemi shënuar ne në një kampionat evropian? Është goli i Armando Sadikut në Rumanit. Urdhë? Po me fanellë të zeza aty. Po, sigurisht me fanellë të zeza. Edhe në komentin tim. Ndërkohë, Flori tjetër, ti e di besoj e informuar që do të mbahet një fanzon pikërisht në shtëpinë e futbollit, ti nuk do jesh se ti e the që do jesh në Poloni, por që do jetë një atmosferë shumë e bukur, sigurisht siç e kemi përmendur, do të jetë e hapur për të gjithë, duke filluar nga ora 18:30, pikërisht këtu në ambientet e shtëpisë së futbollit, do të ketë të suportuar patjetër edhe nga sponsorët e kombëtarës, do të ketë aktivitete, do ketë muzikë, do ketë pije, ushqim, çdo gjë tjetër, edhe do keni mundësinë për ta parë ndeshjen në 4 ekrane gjigante, dhe është vetëm fanzon në Tiranë. Si të është dukur ky vendim i Federatës Shqiptare të Futbollit për ta sjell një lloj stadiumi të vogël, le të themi, pikërisht në shtëpinë e saj. Është patjetër diçka shumë e mirë dhe mendoj që duhet diçka e tillë. Kombëtarja për fatin e keq që luan të dyja takimet, nëse do luajnë takimin e dytë, luan të dyja në transferta, pra nuk do të jemi tek asnjë ndeshje në Shqipëri, edhe nëse kalojmë me Polonin, dhe patjetër që të gjithë meritojnë ta projektojnë nga afër këtë emocion. Edhe nëse s'kalojmë. Patjetër. Të dyja nesh. Patjetër. A do bëhet edhe po. Mbaj mend kur ishim në Europian, pra unë kam parë Europianin në Gjermani dhe kur erdha ishte fanzoni akoma aktiv. Unë shikoja video nga Gjermania dhe ky fanzoni që ishte këtu thoya sa bukur bëhet aty. Dhe ky grumbullimi këtu, Shqipëria si popull për fat të mirë e do futbollin. Pra, jo vetëm ata që ndjekin rregullisht, por kombëtaren, aq më tepër kombëtaren e duan edhe ato që nuk shohin futboll fare. Pra për kombëtaren gjithë bëhen me një dhe patjetër kemi dëshirën çdo herë që luan ta shohim. Ky grumbullimi është i mirë se na bie edhe pak atë frymën e ndeshjes na bie pak në Tiranë. Prandaj është diçka e bukur, do doja tisha, por do të jem Poloni.
Gjithsesi ndoshta nuk do të jetë Do fanzona shikoj e videon nga studit atje, që si do po. të organizohet, që do të ketë mundësi gjithsecili të marrë pjesë. Ndërkohë, lëm pas kombëtaren A, sepse Marsi në fakt nuk flet kuqezi vetëm për kombëtaren A, por janë po ashtu edhe kombëtarët e tjera të moshave. Kombëtari 21 ka zyrtarizuar një ndeshje miqësore në datën 30 Mars kundër Uzbekistanit. Ka pasur në fakt një lloj rrugtimi që është ndërmarrë me ndeshje miqësore, duke qenë se për shkak të situatës në linjën e mesme janë anulluar dy ndeshje miqësore të parapërgatitura ndaj Japonisë edhe ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm për atë. Kishte edhe element tjerë për shkak. Cilat elemente tjerë? Nuk kanë, si nuk e them. Nuk do i themi këtu. Mendoj që forca e ekipit. Po okay, janë trembur nga. Ndërkohë shohim edhe tabelën e ndeshjeve të planifikuara të kombëtarëve të moshave, por siç e thash është konfirmuar tashmë kombëtari 21 që do të luajë në datën 30 Mars në orën 2:30 në Antalya ndaj Uzbekistanit, ndërkohë kombëtarja U19 do të luajë raundin e parë të kualifikuesve të Europianit 2027 ku me ndeshjen e parë ndaj Luksemburgut është një kompeticion që zhvillohet pikërisht në shtëpinë e futbollit në datën 25 Mars, ndërkohë që do të ndeshet me Maltën në datën 28 Mars, në datën 31 Mars do të ndeshet ndaj Norvegjisë. Ndërkohë kombëtarja U17 do të ketë përballë Letonin në datën 26 Mars dhe më pas ndeshja e kthimit përsëri me Letonin në datën 28 Mars. Zoti Gyriu, ju keni qenë shumë shpesh afër kombëtares U21. Kombëtari U21 është edhe një rrugtim shumë të rëndësishëm ndërtimi skuadër, le të themi, ose testeve të her pas hershme teknike fizike për të përgatitur për kompeticione shumë të rëndësishme që është Europiani i U21 që do zhvillohet pikërisht në Shqipëri në vitin 2027, si është gjendja e skuadrës, rëndësinë e ndeshjeve miqësore, çdo gjë tjetër. Tani për shkak se ne jemi pjesë e kampionatit evropian, që përfitojmë nga që bëhet në vendin tonë, ne bëjmë vetëm ndeshje miqësore jo zyrtare. Unë faktikisht ju e thatë me drejt, kam qenë në këto ndeshjet e fundit, kam qenë se pothuajse këtë gjitha, edhe skuadra ka, për mendimin tim, ka shfaqur ndeshje me nivel të mirë, natyrisht që duhet përmirësuar edhe ndeshjet që bëhen për arsye se duhet korrigjuar gabimet që janë bërë ndeshjet e tjera, por që unë për vete jam optimist, sepse ata kanë një staf drejtues shumë profesional, kanë lojtarë me shumë dëshirë që duhen të performojnë dhe duhen të shfaqen si kandidat të arshëm për të ekipit kombëtar dhe gjykoj që do të jenë një skuadër dinjitoze në kampionatin evropian. Skuadra jonë. Urojmë fakt që të ndodhë. Në aspektin e ndeshjeve miqësore, mendoj që për lojtarët e ekipit tonë, ndoshta mund të jetë një mangësi që nuk janë në syt edhe vëmendjen e ekipeve le të themi të forta, të kampionateve shumë të forta, të gjithë kampionateve perëndimore, siç është italian, anglez, spanjoll, gjerman, francez dhe kështu me radhë. Por ama këta lojtarë që do marrin pjesë për shkak se Shqipëria është shteti që mirëpret një grup të kampionatit të universitetit veçarë. Do kenë në panoramë. Ato do të jenë përpara një ambienti ku le të themi që për 10-15 vite të ardhshme pas vitit 2027 do të luajnë lojtarët më kryesor evropian. Pra ata që do të përbëjnë grupin më të mirë të lojtarëve për 10-15 vite të ardhshme. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që për këtë është një fat i madh dhe duhet të bëjmë çmos që edhe pse nga këto ndeshje miqësore ndoshta nuk përfitojnë shumë në aspektin e promovimit të tyre në arenën ndërkombëtare, pra në këtë arenë kaq të fuqishme sa është futbolli evropian, por faza finale e kampionatit evropian të 21 vjeçarëve do të sjellë ata në vëmendjen e të gjithë të interesuarve, këtu janë klube shumë të mira futbollit, trajnerë, scout menaxher shumë të. Patjetër. Ndërkohë në fakt mbetet për të zyrtarizuar edhe një miqësore e dytë në rast të diskutimeve në fakt që po zhvillohen për kombëtaren U21, kështu që sigurisht që do t'ju përditësojmë në ditët në vijim nëse do të arrihet një dakordsi e tillë, sepse është situata e tillë në fakt në linjën e mesme që ka bërë pamundur të zhvillohen dy ndeshjet e parashikuara. Ndërkohë, Riza ti je i përfshirë edhe tek zhvillimi i organizimit i turneut të rëndësishëm që është në fakt për kombëtaren U19. Ne do të jemi në një grup me Luksemburgun, me Maltën edhe me Norvegjinë. Është një debutim i trajnerit Fatjon Tafaj për herë të parë në stolin e U19. Si e shikon rëndësinë e një turneu të tillë që në fakt organizohet nga Federata Shqiptare e Futbollit pikërisht në shtëpinë e futbollit?
Tani vetë nga mënyra se si është hedhur shorti, ne kuptojmë që ndeshja e tretë është ndeshja decisive, pra ajo që janë ndan pra vendin e parë nga vendi i dytë. Kjo ne këtë nuk kuptojmë. Trajneri Tafaj mund të jetë i ri për ekipin U19, por ka një eksperiencë me ekipin e 17 vjeçarëve. Përgjithsisht çdo ekip që luan në shtëpinë e tij ka avantazhin e fushës. Pavarësisht se lojtarët mund të jenë të thirrur nga shtete të ndryshme për faktin se kanë origjinë shqiptare, por gjithsesi ja mbetet një rol i rëndësishëm në një ndeshje futbolli. Kështu që për organizimin nuk kam të them se ne jemi ekspert në organizimin e një mini turneu, e bëjmë këtë gjë prej shumë vitesh dhe prej disa herësh në vit ka raste që kemi shkuar në 13 mini turne, organizimin e 13 mini turneve në vit, ka raste kur kemi organizuar mini turne dhe ekipi shqiptar nuk ka qenë pjesëmarrës i grupit, pra e kemi organizuar edhe për hesap të shteteve të tjera, të cilët për një arsye ose për një tjetër. Asnjëra nga ekipet e një grupi s'ka qenë dakord për të organizuar një torneu në vendin e saj. Kështu që jemi detyruar ne si në fal ekspertizës dhe eksperiencës që kemi, ta organizojmë në vendin tonë. Shtëpia e futbollit, fusha me bar natyral, është një nivel shumë të mirë atje ku edhe ekipi kombëtar stërvitet vazhdimisht dhe do të shikojmë 3 ndeshje fantastike. I ftoj të gjithë të vinë dhe ta ndjekin nga afër ekipin e 19 vjeçarëve të Shqipërisë. Kujtoj përpara 2 javësh kishim një në organizim për kombëtaren e vajzave 9-17 vjeç dhe pati një numër sipas meje. Në raport me gjithë vendet e tjera të kësaj moshe dhe të këtij mini turneu, kishte një numër të konsiderueshëm njerëzish që i ndoqën ndeshjet e Shqipërisë, nga apo ishin 2 sepse grupi bëhet me 3 ekipe dhe kishte një kënaqësi të shtuar duke parë që ka shumë njerëz kishin ardhur për të ndjekur. Kështu që edhe për djem mendoj që do ndodhë një gjë. Patjetër, mbështetja tifozëve është gjë e rëndësishme në fakt për futbollistët e rinj. Flori, ti ke ndjekur ekipet tona të moshave me sa më kujtohet me U17 ke pasur dhe bashkëpunim fakt gjatë Europianit, sepse një pjesë e lojtarëve të U17-s të Europianit mund të jenë të ftuar edhe në grumbullimin qoftë të U17-s ose që të U19-s Fation Tafajt. Si të duket dinamika e kombëtarëve të moshave, rëndësia që ka ky rrugtimi që ata kanë para se të shkojnë te kombëtaria? Shiko, shumë vete thonë që te kombëtarët e moshave nuk ka shumë rëndësi rezultati, nuk është primar. Më shumë rëndësi ka ti të formosh lojtar, ti bësh gati. Flori tjetër nuk bie dakord, po gjithmonë thotë. Nuk është primar do thoja. Ti më shumë primare ke të formosh element për ekipin A. Nuk formon ekipi kombëtar i Shqipërisë, nuk formon lojtar. Ekipi kombëtar i Shqipërisë i përzgjedh lojtarët që janë formuar të asaj ndalindje dhe i aktivizon. Pastaj ka rrugtim të lojtarëve, pra e nis me 15 vjeçarë, vazhdon me 17, 19, 21 me ekipin e parë. Pra kjo është rrugtimi i një sportisti. Në formimin e tij, një rol të rëndësishëm në formimin e këtij lojtari, deri kur del lojtari profesionist, luajnë dhe ekipet kombëtare. Pra ai formohet tek klubi i tij, por që rëndësi të veçantë, pastaj më afër ekipit kombëtar e ka edhe një rrugtim të dytë. Janë 2 karriera që ecin paralelisht. Të paktën me ata që kanë parë kurishat e U17 dhe pa rezultat në shkon dot askund. Dakor. Çdo ekip që luan futboll, qoftë edhe miqësore, qoftë edhe kur luan me lagje kërkon fitosh. Pra unë kuptoj që çdo ekip pretendon fitore. Por po them që kur luhej me lagje, se nuk luhet më me lagje. Jo, luhesh. Nuk e kisha për. Ka Calceto, ka fusha, ka bërë federata fusha. Me lagje ka koncept. Ato rrugët e lagjes, ashtu luajnë luajnë me lagje, në ambientin të improvisuar, jo në fushat vërtet apo. Kushdo që ka për brezin ton, që ne kena filluar në rrugë. Flori jemi pak më. Rrugica, çu kena po startu futbollin, duke luajtur në për lagje dhe ashtu. Po patjetër, edhe aty duhet fitoje, nuk besoj që aty duhet fitoje. Jo, është model. Për shembull Brazil, lojtar disa prej lojtarëve më të famshëm të Brazilit janë zgjedhur të luajnë në plazh. Patjetër. Street football, numër 1. Nëse do të jesh lojtar i mirë në futboll, me një karrierë shumë të mirë në futboll, duhet të kesh një eksperiencë në street football, pra futboll në rrugës. Profet e dinë më mirë dhe dolën kundër te ky argument. Unë kam menduar ndryshe, tani do ndryshoj mendim për këtë. Unë kam parë që shumë ekipe kanë gati ato elementet, pra ti mëson me frymën e kombëtarës. Unë kam parë kur te U17 isha vitin e kaluar për diçka speciale. Kam parë që shumë nga lojtarët luanin me Juve, me Torino, me ekipe në niveli të mirë dhe mendoj që kushtet e tij kanë maksimale. Pra ti thjesht e merr dhe e formon për dashurinë për fanellën, për luajtur me grupin, për të parë edhe Shqipërinë se ai duhet dashurohet një herë me vendin ku luan, me shtëpinë e vet, duke qenë lojtar që kryesisht luajnë jashtë, kanë nevojë për të marrë pak edhe nga fryma shqiptare dhe nga kombëtarët. Këtë lloj formimi e kisha fjalën. Kto janë rifinitura, neve flasim baza. Baza është ndeshja.
Fituam ndeshjen. Patjetër. Vazhdojmë. Shiko, aq më tepër pa futboll rezultat ti nuk mundesh. ekipet U21 ka bërë paraqitje të mira vitet e fundit dhe kur ti fiton një ndeshje për shembull mund të check-in në shtëpinë e vet, patjetër që ti fillon të pretendon që të kualifikohesh, se patjetër ti prandaj fiton. Dhe mendoj do jetë fat i madh për çunat që do përballen me shumë nga lojtarët më të rëndësishëm, ndoshta edhe Amali mund të jetë aty se me rregull lejohet vi, tani do vije apo jo nuk e di. Po, fakt mbetet për të parë edhe si do të jenë rezultatet e këtyre kombëtarëve, ndërkohë që siç e përmenda edhe më lart, kombëtari U17 po ashtu ka 2 ndeshje miqësore ndaj Letonisë dhe fakt është po prap debutim i trajnerit Armand Dama, i cili në fakt ka pasur një karrierë të rëndësishme, ka një rrugtim pra nga kombëtarja U15, i angazhuar po ashtu me akademinë tonë Elite Youth Development Academy, si e shikon këtë test miqësor? Tani çdo test miqësor është informacion për trajnerin. Kështu që fati është që Mandi është një nga trajnerët më të vjetër që ne kemi këtu, që kemi përdorur edhe për lektor të UEFA C-s. Kemi sot në shkollën e trajnerëve, kemi edhe si trajner në atë shkollën Elite Youth Development Academy në Durrës. Kështu që vetë ka qenë ish futbollist, domethënë është një vlerë e trajningut shqiptar. Kështu që gjykoj që ndeshjet e para Mandi edhe vetë kam bindi që nuk e njeh skuadrën, sepse vjen nga një ekip tjetër, ata shohet e 17, por gjithsesi mendoj që është pozitive edhe për Mandin edhe për lojtarët, edhe për formimin e grupit, edhe për përpara, sepse aktivitetet tjera na presin. Ky është aktivitet miqësor. Ne përgatitemi të bëjmë për atë që është zyrtar. Kështu që edhe me Flori tërhoq kot nga opinioni i parë, sepse ne nuk tham që nuk ka rëndësi rezultati, sepse normal që edhe që thëmë, 1-1 me lutë ke shtëpi aty, me vllajën, me motrën, do me fitu. Por që, do më thëmë, do të shkojnë në ekuilibër gjithë interesat, pra, po themi, ekipi 21, për gjykimin tëmë, pavarësisht se nuk ka pas rezultate për të kaluar në raundet tjera, por një gjë të rëndësishme ka bo. Në ekipi 21 ne kemi disa lojtarë që kanë shkuar në ekipin e parë. Pra, jam dakord me ty. Për këtë kishte fjalën, apo jo? Pra, por ata nuk nuk i vënë rezultatet, ata punojnë paralelisht, edhe për rezultat, edhe për mira i kërkon dhe më tepër. Pa, normal. Dhe fakturojmë të kenë rezultate të mira të gjitha kombëtarët, nga kombëtarja A deri te kombëtarja U17. Ne do të shkëputemi për hapësirë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi të flasim për javën 28 Bisedë Superiore. Ti adhuron sportin. E ja të festojmë çdo javë. E të shohim të gjitha. Në paketën më të pasur televizive të menduar për ty, me ulje deri në 10.000 lekë. Vetëm në platformën tënde më të dashur. Digital, pjesë e familjes. Përshëndetje miq të FSHPTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit.
rikthyer në studio, do të fokusohemi tani tek java 28 e ABC superiore. Ka prodhuar surpriza, rezultate interesante dhe në fakt kemi dy ekipe që tashmë janë në krye të klasifikimit. Shohim ndërkohë edhe ndeshjet e javës 28, Egnatia Vllaznia 0-0, Tirana Bylis 1-0, Flamurtari Elbasani 1-2, Vora Partizani 2-2 dhe Dinamo City Teuta 0-1. Ndërkohë tabela e klasifikimeve pas javës 28, Vllaznia në krye të klasifikimit së bashku me Elbasani me 52 pikë, Egnatia me 50 pikë, Partizani me 43 pikë, Dinamo City me 39 pikë, Teuta 37, Bylis dhe Vora me 27 pikë dhe Tirana dhe Flamurtari me 24 pikë. Një situatë goxha interesante me shumë ekipe të cilat ndodhen në të njëjtën nivel pikësh dhe ndërkohë dhe me ndeshje të hapura që do të vijojnë edhe në javën e 29 të ABC superiore, por edhe më tej. Zoti Kuriu, si e keni parë deri më tani këtë vazhdimin e kampionatit ABC superiore, rezultate surprize themi, po nga ana tjetër edhe qëndrueshmëria e disa ekipeve? Unë do të gjykoja pozitivisht, sepse po të vini re edhe rezultatet janë shumë të ngushta, që do të thotë rivaliteti është shumë i madh. Aq më tepër që tani jemi në javët e fundit që mbaron dhe faza e tretë dhe ne përgatisim Final Fourin dhe play-outin. Edhe po ta vini re, edhe lart, edhe poshtë, ka një konkurrencë të jashtëzakonshme. Tabela e klasifikimit e thotë qartë. Dy të fundit ishin 24, dy para atyre ishin 27. Dy parat atje 52, dy tjerat aty me 3-4. Pra, lufta dhe rivaliteti do të jetë deri në sekondat e fundit. Edhe në përvojën tonë të Final Fourit, nuk ka pas asnjëherë distancë midis skuadrave. Distanca ka qenë 1 pikë, 2 pikë, 3 pikë. Kështu që gjykoj që deri në sekondat e fundit, kur ky kampionat përfundohet, do jetë rivalitet i lartë dhe besoj që do të fitoj skuadra më e mirë. Sepse është një mini kampionat, është specifik në vetë. Skema pak më ndryshe këtë vit. Edhe, domethënë nuk e dini skemën apo s'e dini, por që ne tash të rishpjegojmë fakt. Ta rishpjegojmë është kjo që e para risi është që në ndryshim nga Final Fourin e kaluar ose dy tjera që kemi bërë është që nuk zerron pikët, por do të përgjysmohen. Pra, po themin, qofse e para do të dalim me ta tregojmë specifikisht 31 pikë, që i bi 15 pikë 5, do të Rumbullakosit do të shkojmë me 15 pikë, pra. Pra, Flor, që ta di si tifoz, apo je vetëm tifoz i kombëtar? Jo, edhe futbolli shqiptar. Unë nga futbolli shqiptar e bërë me kombëtarë, si ndryshe. Unë do të urojsha shumë që ti jesh edhe pikë spari edhe në futbollin shqiptar, sepse ekipi kombëtar natyrisht i mbledh nga gjithë bota, por kishte dëshirë që ti na bashkohesh neve për të me që pas edhe podcast që ta promovosh futbollin shqiptar, mos ta shohin gjithkohon si Delezez, fajin e ka ky, fajin e ka ai, por që unë kam vënë re që neshët e fundit, sidomos neshët Dinamo Partizani, nuk e di a ke pa se ke pa, mendoj që edhe unë isha në stadium, ishe në neshë e nivellit lartë. Për mua ndoshta më bukur aktiviti, për mua. Aktiviti edhe deri tani se tani fillon nxjerrja. Pra, kjo tregon që në niveli skuadrave tona ka mundësi dhe aftësi që të luajnë në nivele të larta. Por që do edhe koneve, do edhe pjesë tjera që ka nevojë ata, por që unë shpresoj që të bëhet një kampionat i bukur, njerëz do ketë në stadiume edhe tash në televizion e FSHF po ta kërkoj që të jesh aktiv, na mbështesësh ne në nismat tona për promovimin e futbollit shqiptar. Pra që njerëzit vinë atje, fëmijë, gra, goca, çuna, të festojnë, të gëzojnë, të shohin futboll, sepse nuk është e vërtetë ajo që futbolli jo nuk bën, futbolli jo është i dhunshëm. Unë jam rritur në Lushnjë deri 18 vjeç. Dhe vetëm aktivitet i bukur që ne kishim në qytet ishte futbolli. Nuk ose kishim me vende kulturore apo muzikë, pra futbollin kishim. Do shkonin kur luajnë ndeshja në kategorinë e parë, ka patur edhe 8000 veta, 10000 veta. Pra unë aty kam dashuruar futbollin, pastaj kam parë ekipet europiane dhe kombëtare.
Fakt kjo është bukuria e futbollit që ti mund të jesh nga secili qytet, ndoshta ekipi nuk aderon mbase në ligën kryesore, por sidoqoftë dashuri për futboll është ajo që bën që ta ndjekësh nga tribunat. Ndërkohë fokusohemi pak te secila nga ndeshjet. Elbasani ka triumfuar në Vlorë me rezultatin 2-1, ka mundur në fakt flamurtarin me rezultatin 2-1 dhe në fakt ka kapur kreun e renditjes. Se kemi diskutuar shpesh Riza, Elbasani ka qenë nuk mund ta quajmë më surprizë në fakt të këtyre 2-3 viteve të fundit, sepse gjithmonë ka dhënë performanca shumë të mira, ka qenë shumë solide dhe e qëndrueshme gjatë gjithë javëve të këtij kampionati. Patjetër, nuk e heq asnjë presje dhe fakti që si fiton ndeshjet e Elbasanit dhe me merit të plot ndodhet në vend të parë bashkëkryesuese. Por nga fakti që Elbasani arrin të shënojë, organizohet mirë, del dhe një emet që e kanë përndjekur atë flamurtarin gjithë të javë. Do të thotë që një herë u mbet 2 penallti një lojtar, pastaj shpëton topi për të nga dora në vi fatale, pastaj ndodh diçka tjetër, pastaj diçka tjetër, gjithmonë gjëra që lidhen dhe me fatin faktikisht, por që e kanë bërë ekipin e flamurtarit atje poshtë me rendite, edhe pse kanë krijuar futboll plotësisht të bukur, kupton? Pra shikoj kujtoj rastet që ka pasur për të shënuar, kujtoj goditjen nga distanca, po nëse lojtari humbet penalltin, nëse portieri e le topin se ky është momenti. Në vi fatale për ta shtyr vetëm dikush në rrjet, to janë gjëra që domethënë lidhen krejtësisht me fatin. Më shikoj çfarë gjytesh fantastike që kanë bërë lojtarët. Ky nuk është vetëm ky gol, ka bërë disa gola të tjerë flamurtare të këtij niveli, por ka disa gjuajtje jashtë porte. Kështu që në këtë aspekt mendoj që kështu është futbolli, dikujt i buzëqesh fatin duke shënuar 2 gole brenda një ndeshje, dikujt tjetër me shumë raste, me penallti të humbur 2 herë dhe nuk arrin të barazojë ndeshjen. Pra ky është rasti që për ta përmendur se si një ekip që luan mirë nuk arrin ta fitojë një ndeshje. Ndërkohë që 2 ekipet të tjera që në fakt janë lart në renditje, Vllaznis dhe Ignatias, duket sikur nuk i ka buzëqeshur fati sepse janë dalur në një barazim. Flori e pe ndeshja ka qenë një nga ndeshjet më të rëndësishme le të themi, jo vetëm të kësaj jave. Ndeshjen edhe mendoj që me atë ndeshje fitoi Elbasani. Pra tek ai barazim fitoi Elbasani, më shumë që u afrua kreu dhe tani bashkëkryeson me Vllaznin. Ishte po ashtu një ndeshje nivelit lart. Nuk ishte gola, por ishte një ndeshje e cila pati ato raste të bukura dhe lojën e bukur. Pra ndonjëherë intereson edhe kjo loja e bukur që bëhet tek ekipet. Për të kthyer pak edhe tek Elbasani me flamurtarin, kam vënë diçka tek ekipi i Elbasanit që është një ekip i cili fiton edhe në mënyrë cinike. Për të përgjigjur edhe profes me mënyrën e shtimit të golave, është një llogari e cila fund kampionatit bëhet me pikë, dhe një ekip i cili fiton kampionatin, pikërisht e fiton me këtë ndeshje mendoj, me ndeshje që nuk bën lojën e mirë. Vetë trajneri Gozdanović që ka pranuar që ka ndeshje që nuk e ka pëlqyer lojën, ai është pak fanatik i lojës së bukur. Ka pranuar që ka ndeshje që nuk e pëlqen lojën, por pëlqen që kanë fituar. Dhe mendoj që me këtë frym e fiton edhe kampionatin. Pra ka shembuj pafunda në Europë që nuk luajnë mirë, po në fund fitojnë kampionatin në mënyrën e vet. Në fakt unë fola për flamurtarin. Domethënë e kisha për ekipin e flamurtarit, i cili edhe pse luajti mirë, nuk i ta fitojnë ndeshjen, ndërsa për Elbasanin. Pa dominuar flamurtarin për fitoi Elbasani, këtu jemi. Elbasani është një ekip i cili me merit plot ka fituar ndeshjet dhe po bashkë kryeson kampionatin. Skema, domethënë Final Four, ndërsa mund të ketë një e themi ka një lloj gare midis Partizanit edhe Dinamos. Por gjithsesi, marshimi i Partizanit është i dukshëm. Pra arrit ta rikuperojë Dinamos. Jo, kisha fjalën këtu që pra kjo kaçë mund të ndryshojë vetëm në këtë raport. 3 ekipet e para, pra Vllaznia, Elbasani dhe vetë Ignatia, si thua, e kanë stampuar. Ka qenë edhe frenimi Dinamo, se ishte diku te 7-8 pikë përpara dhe bëri ca ndeshje që nuk fitoi, kështu që do të kemi hapësirë për të diskutuar në fakt edhe për këtë ndeshje, ndërkohë që Tirana është rikthyer te fitoria, duke fituar me rezultatin 1-0 ndaj Bylisit. Zoti Kuriu, si e ke parë Tiranën? Ka pasur oscilacione, le të themi, her pas here me një ecuri pozitive, më pas është ndalur në disa ndeshje decisive. Rikthim tek fitoria tashmë është një lloj shpresë, le të themi. Tani para punës është që më vjen keq kur e shoh tabelën, krye skuadrën shqiptare e shoh në fundin e saj. Më thënë që një ngjarje jo e mirë për futbollin tonë, por gjithsesi është realitet. Tani Tirana u bë disa vite që noton në këtë lloj gjuruvdije këtu në fund tabelës, por që është lajm i keq për futbollin tonë, sepse është një skuadër që ka dhënë shumë futbollit tonë,
një skuadër që i duhet shumë kampionatit tonë, është një skuadër që meriton respekt më shumë. Por gjithsesi, kjo fitoria, po dalim kjo ajo që është konkrete, fitoria një farë oksigjenimi që asajt i duhet në çdo ndeshje. Domethënë, Tirana ka fituar një betejë, por e pret betejë tjetër, ka një ndeshje shumë të vështirë, mendoj unë. Vora ka skuadër shumë simpatike, shumë të fortë. Ka lojtarë të talentuar, lojtarë që luajnë shumë fort, janë të fortë fizikisht. Ka marrë pikë gjithë ekipeve që janë në Final Four aktualisht. Edhe ndeshjen e fundit do kam ndjek Vorën me Partizanin, ka bërë ndeshje të shkëlqyer, por futbolli, siç thamë edhe më parë, nuk është shkencë eksakte, nuk fiton më i miri. Ndodh që i gabim sekondat e fundit, ai humbi 3 pikët. Kështu që Tirana ka sfidë deri në fund. Unë ure shpresoj që t'ja dali, por që sfidën e ka shumë të vështirë. Do të shohim edhe se si do të procedojnë në fakt në javët e tjera, ndërkohë që një ekip tjetër, Dinamo City, që e diskutuam pak më herët, ka pasur ecuri pozitive në fakt në fillim të kampionatit, duket sikur është ndalur përsëri sepse është mundur nga Teuta pikërisht në Air Albania me rezultatin 1-0. E nisi pak më herët Flori duke folur për Dinamo City, si të duket ky rezultat. Teuta në fakt ka qenë e qëndrueshme le të themi në rezultate. E pati një ecuri negative, por ka 2-3 ndeshje që së duket ka marrë të frymaren e vet. Pra çdo ekip në këtë kampionat e ka patur atë periudhën e vet të errën dhe periudhën që ka marrë veten. Kështu më duket kur i kanë parë ekipet 1-1. Mendoj që në fillimin e kampionatit, në mendimin tim, Dinamo ishte ekipi me grupin më të mirë, pra individët e kishte më të mirë, në opinionin tim gjithmonë. Nuk e di çfarë ndodhi që gjatë kohe filloi të ra ritmi i lojës, pra. Ndeshja me Partizanin ishte ritëm i lartë, por ndeshjet e tjera nuk kanë qenë në këtë lloj kalibri. Pra dhe fitoret që kanë marrë kanë qenë pak, nuk po them aksidentale, por kanë qenë fitore që meriton të më shumë lojë, një lloj fitore për Dinamo, me kualitetin që ka si ekip. Uroj të kthehen dhe ata në formën e vet më të mirë. Është një ekip që patjetër i jep ton kampionatit, aq më tepër që janë në vetëm 4 pikë larg Final Fourit. Edhe kjo konkurrenca aty tek më pëlqen kur loja bëhet aty limite, pra vendi 4 dhe i 5 luftojnë për atë vendin e vet, ndërkohë njëta luftë bëhet në fundin e kampionatit, janë këto limitet që kalohen, pra ti shko Final Four ose kampionati do të mbyllet pa Final Four. Këto limite do bëjnë më të bukur garën deri në fund. Aq më tepër që jemi 8 javë nga fundi dhe tani çdo ndeshje është një lloj finale për ekipet. Po, Riza si e pe këtë ndeshje. Ndërkohë shënon përsëri Ergis Arifi, një lojtar që po bëhet i rëndësishëm në ndeshjet e fundit. Pra, Teuta u rikthye për ashtu siç edhe u diskutua për disa javësh fiton ndeshje. Fiton me Dinamo, mendoj Dinamo ka hyrë në një proces problematik, ka të bëhet me dy gjatë më kryesorë në futboll, nuk arrin të shënojë, ka me shumë vështirësi shënimin e golit dhe pson gola shumë naiv. Pra, këto dy gjëra, po ta shikoj rastin duket shumë nervoze si skuadër. Po pikërisht kjo, mos shënimi nervozitet që vjen edhe nga Stoli dhe pasqyrohet edhe në fushë. Dakor, por kur shënon, është shumë konfuze, nuk arrin të zhbllokohesh. Fakti që nuk po përdorin kualitetin e vet më të mirë, pra i krijon një lloj bllokade. Është kriza e rezultateve. Patjetër. Pra, siç kemi thënë që goli është shumë i rëndësishëm në ndeshje futbolli për të ngritur entuziazmin e të gjithë ekipit. Ta ati që e shënon, ta ati që ta ka pasuar për para, ta ati që quhet asist, ti e di se si jemi me asist, të më dhënë qa niveli, si e përkufizon me asist, por me që atë një tolerim për këtë rast e bën, pra jo çdo top që i pasot një shokut ekipit mund të quhet asist, me që atë kur arrin të shënosh golin, ky entuziazëm e ngre nivelin e lojës, e ngre nivelin e performancës të çdo lojtari të ekipit, çdo linjë kështu me radhë. Kur bllokohesh, siç në rastin konkret është Dinamo, që në 10 ndeshje mezi ka shënuar 2 gola, atëherë proceset fillojnë 1-1. Rezultati i dobët krijon probleme edhe më të mëdha se në çka të vërtet një ekip. Pra të gjitha këto dalin në sipërfaqe edhe shikohen si gjëra të parikuperueshme, duhet shumë fort, qoftë nga drejtuesit e klubit, qoftë nga drejtuesit e ekipit, qoftë nga lojtarët kryesorë, që të fillojnë të marrin rezultate pozitive. Paktën 2 ndeshje radhëse që të ngrenë moralin e tyre, të ngrenë entuziazmin e tyre për të rikuperuar të gjitha këto dëme që i kanë shkaktuar, si thua, nuk kanë dashur të shkaktojnë, por që për shkaqe të ndryshme futbolli është një lojë që
Zoti e di se si përfundon. Ndërkohë që në fakt Partizani ka vijuar në fakt një lloj ecurie, nuk mund të themi ekstremisht pozitive, sepse është ndalur në fakt në një barazim me Vorën në rezultat 2-2, por sidoqoftë nuk ka pësuar humbje për disa ndeshjes radhazi. Si e keni parë Partizanin në këto ecuri shumë pozitive edhe me trajnerin Elton Kornaja, se fitoi edhe trajneri muajit, po ashtu duket sikur ka marrë fitore vërtet shumë të rëndësishme për ekipin. Tani jo Partizani, po në përgjithësi skuadrat tona, domethënë Flori është njëri që ka luajtur futboll dhe kupton futbollin, në specialist i saj, po nuk kanë qëndrueshmëri në lojërat e tyre. Që do të thotë, nëse Partizani bëni ndeshje super ndeshje me Dinamon, nuk i ngjau ndeshje me Vorën. Vora normalisht e mposhtin gjithë drejtimet, pavarësisht të rezultatit. Kështu që ajo që po them është që me drejt, me punën e vet, ka arrit aty ku është, e kapi Final Fourin, por që nëse do të kenë oscilacione në lojërat e tyre, do të rrezikojnë shumë. Nëse do të vijojnë të kenë si model neshën e Dinamos, besoj që ato do të jenë rrezik edhe për më lart. Po mund të kemë ndikuar edhe dëmtimet, se Partizani është një nga ekipet që ka pasur më shumë dëmtime fakt në këtë sezon. Flori jam surprizua, thash një neshë me Dinamo ka qenë e jashtëzakonshme. Ndonjëherë ti Flor ke bërë një speciale në fakt për Partizanin, ke qenë brenda ambienteve të investimit të hotelit, po ashtu ke kaluar si thua një ditë me Partizanin. Ishte diçka që kisha dëshirë prej gati një viti kërkoja drejtuesve për një lloj emisioni të tillë special dhe më në fund arrita. Diçka e veçantë, unë ndjeva dhe unë plotësova një dëshirë të fëmirisë, po them që bëra futbollist për një ditë, po ja vlen edhe për një ditë. Edhe me kushtet që ishte, mendoj që ishte realisht çfarë duhet një ekipi futbolli. Unë kam parë që niveli dhe infrastruktura është rritur kampionatin ton. Kemi Egnatin, kemi Partizanin, kemi Flamurtarin, pra shumë ekipe që kanë rindërtuar fushat e veta, stadiumet e veta, ambientet e veta. Dhe mendoj që edhe ky ambient i jashtë ndikon që lojtarët jenë sa më të qetë, për dëm vetëm më të mirë në fushat dhe kemë vetëm të futbollit. Një fjalë kisha për ndeshjen. Jo për ndeshjen, por për rastin e shënimit golit të Partizanit, ai që e gjuan me çyç, me maj. Goli i parë. Ai goli i parë. Dhe një rast tipik që lojtari duhet të qenë lojtari i futsallës. Dhe një nga këto element, sepse shumë kanë qenë, janë shumë brazilian që luajnë futsall dhe si ndërthuret. Futsalla me futbollin e secili prej sporteve le të them, brenda këtyre disiplinave në futboll, ndikojnë te njëri tjetri. Për sa thjesht e zgjidh shënimin e golit një lojtar që ka pasur një eksperiencë në futsall. Pra kur i referohem Ronaldinho, kuptoj që sa mirë dinë të luante Ronaldinho, për tjerë është lidhje pa kapshme. Po pikërisht dhe kjo vjen nga të gjitha. Dhe disa situata të tjera në futboll që kanë bënë kryesisht me presionin e madh që ka kundërshtar dhe si e shmang tjetër. Doja ta theksoja. Po, gjithsesi kemi folur vazhdimisht fakt për futsallin, kështu që është me vlerë për të përmendur. Ndërkohë Departamenti i Garave në Federatën Shqiptare të Futbollit ka publikuar edhe datat e ndeshjeve, po ashtu edhe skemën e ndeshjeve të Final Fourit. Të gjitha ndeshjet do të luhen në orën 19 në Errëlbenja, duke nisur nga data 16 maj deri në datën 31 maj. Dhe praktikisht skema është e tillë, do të luaj vendi i parë me vendin e 4 në datën 16 maj, vendi i dytë me vendin e 3 në datën 17 maj, vendi i parë dhe vendi i tretë në datën 23 maj, vendi i dytë dhe vendi i katërt në datën 24 maj, vendi i tretë dhe vendi i katërt në datën 29 maj dhe vendi i parë me vendin e dytë në datën 31 maj. Riza, si të duket e gjithë skema, është një lloj mini kampionati, le të themi brenda kampionatit, po nga ana tjetër shumë kompetitiv. Kjo është skema mini turne. Nuk është kur organizojmë një mini turne kemi 3 ditë ndeshjesh. Nga 2 ndeshje një ditë. Ktu është zgjedhur varianti me 6 ditë ndeshjesh. Pra çdo ditë ke ndeshjen ekipet e 2 vendeve të para luajnë karshi 2 vendeve të dyta, 3-4, pra një shkatër 2-3 edhe shumë e rrallë. E shikoj këtë si një avantazh, sepse duhet të jepet një lloj mini avantazhi ekipit që është renditur në vend parë të kampionatit, por kjo skem, domethënë më tregon që si finale do të jetë ndeshja midis thojsa finale. Ndeshja e midis vendit të parë ose vendit të dytë, por ndërkohë që kjo edhe mund mos jetë ajo që përcakton se kush do të jetë vendi i parë. Pa e rëndësishme është që në gjitha këto ndeshje do të jenë super të monitorueshme, do të luhen në super kushte.
do të ketë, besoj që do të ketë një numër shumë të shtuar të ndjekësve në stadium, të tifozëve për të parë ndeshjet, do ketë shpërblime të majme. Dalim tek shpërblimet në vijim. Do ketë shpërblime të majme për klubet pjesëmarrëse, ekipet pjesëmarrëse dhe një promovim të gjerë në rrjetet sociale nga Federata Shqiptare e Futbollit. Flori, është disa herë që organizohet fakt skema e Final Fourit, si e ke parë impaktin që ka pasur, qoftë tek shikueshmëria, qoftë tek kompetitiviteti, le të themi, vetë kampionatit, edhe tek shpërblimet në fund të fundit që marrin skuadrat? Kur është bërë fillim në skena e formati Final Fourit, unë kam padur dëshirë të ishte me këtë lloj formati që është tani. Pasi e kisha parë në kampionatin belg. Kampionati belg nuk e dija ka akoma tani apo jo. Në atë periudhë bënte që 6 vendet e para përgjithësojnë pikët dhe luajnë një fazë kampionati me njëra tjetrën, me këtë lloj formati. Pra është një lloj formati i cili më pëlqen. Jam kurioz ta shoh edhe kampionatin tonë si do zhvillohet. I kam ndjekur patjetër të dy edicionet e Final Fourit që janë mbajtur në 2 vitet e kaluara. Ka qenë ndeshje të veçanta, të bukura dhe ka shkuar haku atje ku i takon të dyja herë. Se ka fituar ekipi që qenë më të parë gjatë kampionatit. Në fakt, skema e Final Four thuaj edhe një gjë të fundit. Se do ta them tash, nëse do stoponim sot pa Final Four, do thonim, cili do ishte ekipi fitues? Do kishim 2 ekipe me 52 pikë. Pra do të ishte edhe Vllaznia në parë edhe bashkë kryesuese me Elbasan. Pra çfarë kemi hequr neve? Kemi hequr për një sekond. Kemi hequr helikopterin. Pra nëse do të luaj java e fundit për ndarë fitueset, se secila nga tyre do fitonte, ku do shkonte kupa. Pra helikopteri do ishte në ajër, do ishte sa afër një stadiumi në varësi të rezultatit për të çuar trofeun. Po gjithsesi Shqipëria është e vogël. Pak viteve ka qenë në Skënderbeu dhe Kukës. Pikërisht ne kemi hequr helikopterin. Ka ndodhur rastësisht që është hequr helikopteri, por gjithsesi kjo lidhet sigurisht edhe me garën interesante që është bërë. Ndërkohë, për shpërblimet financiare së bashku zoti Kyriu, sepse në fakt klubet të cilat janë pjesë e ABC superiore, ata që sigurojnë në fakt Final Fourin do të marrin disa shpërblime financiare, po ashtu edhe disa shpërblime të tjera pas Final Fourit. Shohim ndërkohë edhe tabelën për ta kuptuar pak më qartë për përfitimet. Ndërkohë, pra ekipet që marrin pjesë, që sigurojnë pjesëmarrjen në Final Four pas 36 javëve kampionat, vendi i parë përblehet me 10 milion lekë të reja, vendi i dytë me 7 milion lekë të reja, vendi i tretë me 5 milion lekë të reja dhe vendi i katërt me 2 milion lekë të reja. Ndërkohë, nga ana tjetër, shpëndarja e të ardhurave për Final Four për të 10 skuadrat e ABC superiore, skuadra kampione e Final Four, pra pasi të përfundojë edhe ky mini kampionati, do të marrë edhe 10 milion lekë të tjera të reja, ndërkohë vendi i parë do të grumbullojë rreth 18% nga të gjitha përfitimet që do të gjenerohen nga faza Final Four, vendi i dytë do të marrë 17%, vendi i tretë 15%, vendi i katërt 10%, vendi i pestë 9%, më tej vendi i 6 me 8%, vendi i 7 7%, vendi i 8 me 6% dhe vendi i 9 dhe vendi i 10 do të marrin nga 5%. Pra praktikisht zoti Kyriu ka përfitim për të gjitha klubet në fakt. Është një skemë e cila i shpërblen çdo klub, sigurisht jo vetëm ato që e arrin Final Fourin, por në fakt për të gjitha klubet e ABC superiore. Tani një nga shkaqet që u kriju skema Final Fourit ishte që nëpërmjet këtyre ndeshjeve elitare, po themi, në stadiumin Arena Kombëtare, të përfitoshin Air Albania, të përfitoshin mjete financiare, të cilat do të vinë nga sponsorët, nga reklamat, nga biletat, etj. Gjithë këto të ardhur do të kalojnë në favor të skuadrave pjesëmarrëse në kampionatin ABCnet superior. Por gjithsesi ju e thatë edhe skemën e shpërblimit. Unë mendoj që nuk është pak që po themi skuadra kampionet marrë 200.000 euro. Apo ja. E dyta 70, 50 edhe 20 kjo e katërta. Plus edhe tjerat vendet pjesëmarrëse. Kështu që unë mendoj që është një gjetje e bukur e FSHF-s, e cila është ndihmë sa do që tjetë, është ndihmë për skuadrat. Sepse ne dim që skuadrat tona shpeshherë kanë probleme financiare dhe vjen në momentin e dur sepse është pikërisht para merkatos së verës, kështu që mund të jetë edhe një suport ekstra në fakt. Natyrisht edhe me këstin e dytë që do japi federata. Që e kemi diskutuar. Po Riza? Jo, pra, domethënë shpërblimet, diferenca e shpërblimet nga
për katërshen e parë, krijon një garë edhe më të atshme brenda Final Four-it. Pra, edhe ai vendi i tretë do që të mbijetojë për të marrë më shumë para, pra s'do të përfundojë vendi i katërt. Kështu që të 6 ndeshjet, pavarësisht se për çfarë pozicioni luan, janë të stimuluara me një shpërblim financiar. Kështu që secila prej tyre do ketë një nivel gare shumë të lartë. Pra do të prodhoj akoma dhe më shumë garë, kanë ngelur akoma edhe disa javë deri në mbyllje të ABC superiore, por ne do të jemi këtu për ta diskutuar javën që vjen, javën 29 të ABC superiore, po ashtu do të fokusohemi edhe te kombëtarja shqiptare, duke qenë se nis grumbullimin ditën e hënë. Faleminderit Flori Thomaj, faleminderit Abil Kuriu, faleminderit Florian Riza. Shpresoj që ta shohësh gjithsesi ndeshjen në fanzonën e organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit në datën 26 mars. Edhe delegatin dhe do ta shohin së bashku. Edhe ti tifoz me Shqipëri. Vesh bluzën e kombëtarës. Po jo të zezët se ndoshta ka traumë nga fitoria jonë. Ka mundësi. Unë falenderoj për vëmendjen, do të shihemi të mërkurën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.